Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Thuaj, Perëndia është një. Thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu i lartësuar na udhëzon që të bëjmë një deklaratë, të cilën duhet ta besojmë plotësisht dhe të jemi tërësisht të sigurt për vërtetësinë e saj. Ai na urdhëron që të bëjmë një deklaratë të fuqishme, duke ia ditur kuptimin e saj të qartë dhe të saktë. Po çka ka kjo deklaratë, të cilën i lartësuari na urdhëron që ta themi i hapur? Ajo është, Allahu është e atë, do me thënë ai është një, i vetëm e unik, në çdo aspekt. Ai është i vetmi me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta dhe absolutisht të plota. Ai është i vetmi me veprat e tij madhështore, që nuk kanë shembull dhe ngjashmëri me asgjë tjetër në ekzistencë. Perëndisi drejtohen për çdo gjë. Allahu është absoluti. Samet, Allahu është ai te cilit i drejtohet çdo gjë për nevojat e veta. Çdo krijesë, qoftë ajo e botës qiellore, qoftë krijesa e botës toksore, të gjitha përjashtim janë të varur dhe të nevojshëm për përkujdesin dhe mëshirën e tij. Të gjithë lutën Samet i për plotësimin e nevojave të tyre. Për çdo gjë që i duhet, krijesat i drejtohen vetëm Allahut. Atë e lusin dhe i kërkojnë ndihmë, sepse Allahu është i ploti dhe absoluti në cilësitë e tij. Ai është gjithashtu El Alimu, i gjithdituri, dija e të cilit është absolutisht e plotë. Allahu është El Halimu, i buti dhe i mëshirshmi, butësia dhe mëshira e të cilit janë absolutisht të plota. Ai është Aimu, mëshirëploti, mëshira e të cilit ka përfshirë gjithçka. E të tillë janë të gjithë emrat dhe cilësitë e mrekullueshme të Allahut. Pikërisht prej cilësive të tij është edhe fakti që ai nuk ka lindur prej ndokujt, as nuk ka lindur kë. Ai nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindur nga dikush, sepse Allahu është absolutisht i pasur dhe nuk ka nevojë për asgjë nga krijesat e tij. Të gjithë kanë nevojë dhe janë të varfër para bujarisë dhe mirësisë së tij, ndërsa ai është i pasur i vetë tij që nuk ka nevojë absolutisht për asgjë nga krijesat e tij, dhe askush nuk i gjason atij. Asgjë. E askush nuk mund të jetë si ai. Askush nuk mund t'i afrohet apo t'i përngjas, apo të jetë si shembulli i tij, as në emrat e tij, as në cilësitë e tij dhe as në veprat e tij. I lartësuar dhe begati, sjellës është emri i tij. Kjo sure është sqaruese dhe vërtetuese të ujdit esmo uç sifat, që ka të bëjë me emrat dhe cilësitë unike të Zotit të lartësuar.